Të marrit në sport ndikon jashtëzakonisht pozitivisht edhe në rritjen e përqendrimit edhe të fokusit. Çfarë do lloj aktiviteti, nuk ka rëndësi nëse është aktivitet që bëhet në ambiente të mbyllura apo në ambiente të hapura. E rëndësishme është që ti gjatë aktivitetit rrit nivelin e adrenalinës, rrit nivelin e serotoninës dhe sigurisht që të dy neuromediatorët janë të lidhur ngushtë me rritjen e humorit dhe me mirëqenien individuale, veçanërisht me mirëqenien shpirtërore, por patjetër që po morëm me sport të ketë dhe mirëqenien fizike. Është leximi. Leximi është shumë i rëndësishëm, veçanërisht në aktivizimin e trurit, po jo vetëm lexim për të kaluar faqet një nga një, por njëkohësisht edhe kryerja e analizave, e veprimeve analitike në lidhje me atë që ke lexuar, nxjerrja e konkluzioneve që ti ke bërë, domethënë që ti atë që ke lexuar ta vësh në një farë mënyrë, ta analizosh, ta interpretosh, të nxjerrësh konkluzionet, nuk ka rëndësi se nëse janë konkluzione të drejta apo jo të drejta, por mjaft që ti në këtë 10 faqesh që ke lexuar ke nxjerrë një konkluzion. Dhe ky konkluzion ta ka vënë ty trurin në punë dhe ka bërë analizën e tij njëkohësisht. Kanë rol shumë edhe kryerja e veprimeve matematikore, kryerja e puzzle-ave apo kryerja e fjalkryqeve. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme në mbajtjen aktive të trurit dhe marrëdhëniet ndërpersonale të qëndruarit me njerëz pozitiv, me njerëz që ty të bëjnë të ndihesh mirë, që të bëjnë të qeshësh, të argëtohesh, sigurisht që ndikon jashtëzakonisht mirë dhe në rritjen e fokusit, përqendrimit dhe të kujtesës.